Rastet të dhunës fizike e seksuale ndaj grave vajzave në Kosovë regjistruan thuajse në raporte ditore të policisë së Kosovës. Të shumta janë rastet për të cilat ka raportuar kallzo.com, ku ka zbardhur edhe veprimet që nuk janë ndërmarrë nga organet e rendit për të trajtuar viktimat e dhunës në familje. Nga këto raportime, ka pasur edhe masa që janë ndërmarrë ndaj aktarëve që nuk trajtuan rastet sipas procedurave dhe nuk zbardhën dhunën ndaj grave që në disa raste shkoi deri në fatalitet. Ky material i sotshëm është një përshkrim i një ngjarje që i ndodh një gruaje në Kosovë. Përshkrimi i ngjarjes është nxjerrë nga një dokument i prokurorisë, ndërsa ngjarja ka ndodhur në javën e fundit të shkurtit 2026. Prokuroria e ka përshkruar dhunën e skajshme seksuale që i ndodh një gruaje nga burri i saj. Sipas dosjes, burri ishte kthyer në shtëpi dhe në mbrëmje nis dhunën sistematike ndaj gruas së tij. Siç përshkruan prokuroria, fillimisht burri e rra, e quan me fjalët më të rënda: "Ti po më tradhton, ti po lyp më të ri, ti e ka me të vra, ka me të shtin tokë, unë ka me kon qaj që ka me ta jap plëm në ballë." Pas dhunës fizike, gruaja e goditur nga shpullat e gjithashtu edhe e kërcenuar se do vritej obligohet që të kryej marrëdhënie orale, ndërsa më pas burri e kishte dhunuar seksualisht. Kjo ngjarje e trisht përshkruhet në një dokument që kallzo.com e ka siguruar nga dosja e prokurorisë. E kishte rrahur, goditur, e kishte detyruar që të zhvishej, duke e tërhequr zvarr, duke e goditur me boksa. E detyron që të kryej seks oral duke e tërhequr për flok derisa viktima vjell. Më pas, e kthen prapa dhe duke përdorur forcën, kryen aktin seksual, përshkruan dosja. Pas dhunës fizike fillimisht dhe dhunimit seksual, prokuroria përshkruan se gjendja gruas ishte e rënduar pas situatave që ishin krijuar, derisa nata kishte kaluar e qetë pa probleme, por që sërish do të vazhdonte mëngjesin e ditës tjetër. Siç përshkruan dokumenti i prokurorisë, burri vazhdoi dhunimin edhe në mëngjes me të njëjtat metoda, duke rrahur me boksa gruan, duke e kapur për flok, e zvarritur, duke e detyruar që të kryente marrëdhënie seksuale të dhënshme. Gruaja e kishte raportuar ngjarjen edhe në organet e rendit, e që tashmë institucionet e rendit të drejtësisë po e trajtojnë atë.